dhe nuk është e rastet që të fundit jemi çliruar në Ballkan, sepse edhe më tutje vazhdojmë ta kemi në gjak, në shpirt, të ashtu quajturën harresë e kujtesës historike. Unë jo rrallëherë kam thënë shqiptarët pothuajse defekt gjenetik e kanë harresën e kujtesës historike dhe është e pabesueshme që brenda këtyre 27 viteve pas asaj lufte gjenocidale, shqiptarët edhe më tutje vazhdojnë të ushqejnë armikun e tyre barbar me qindra miliona duke ja dhuruar Serbisë fashiste gjithë ato para, duke i blerë mamadarat kontaminuara dhe kancerogjene, sepse krejt bote e din që Serbia fashiste i ka linjet e veçanta të prodhimit veta për Kosovën ndërdonë dhe për Shqipërinë lëndinese. Këto e ka thënë disa herë dhe vetë Aleksandar Vučići dhe prandaj duke i ditë krejt këto fakte, duke i pas krejt këto dëshmi me miliona viktima për vitit 1844-99 që janë shpërnda këto libra gjithandej botës. Dhe duke i ditë që sot dhe 27 vite më parë asnjë shenjë të kujtesës historike, asnjë qeveri e Republikës Kosovës nuk e ka ngrit madje për vrasjen e 1432 fëmijëve, është e pabesueshme pse jemi me keqardhje po them kaq buk për mes. Pse jemi kaq vetvrasës?